tani për shqyrtimin realisht për projekt ligjin për ratifikimin e amendamentit numër 2 të marrëveshjes financiare ndërmjet Republikës Kosovës dhe Bashkimit Evropian për programin IPA 2017 pjesa e parë. Votojmë tash. Me 81 vota për, asnjë kundër, asnjë abstenim, Kuvendi miratoi ligjin numër 10L010 për ratifikimin e amendamentit numër 2 të marrëveshjes financiare ndërmjet Republikës Kosovës dhe Bashkimit Evropian për programin IPA 2017 pjesa e parë. Vazhdojmë me projekt ligjin numër 10L011 për ratifikimin e marrëveshjes së kredisë mes Republikës Kosovës dhe Bankës Evropiane për investime për projektin energjia diellore fotovoltaike në KEK Porta Globale. Këtu nuk ka amendamente komisioni edhe votojmë tash për këtë projekt ligj. Me 80 vota për, asnjë kundër, asnjë abstenim, konstatoj se Kuvendi miratoi ligjin numër 10. Kuvendi miratoi projekt ligji numër 10L11 për ratifikimin e marrëveshjes së kredisë mes Republikës Kosovës dhe Bankës Evropiane për investime për projektin energjia diellore fotovoltaike në KEK Porta Globale. Faleminderit deputetëve, vazhdojmë me projekt ligjin e radhës. Projekt ligji numër 10L012 për ratifikimin e marrëveshjes së kredisë ndërmjet Republikës së Kosovës e përfaqësuar nga Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve dhe Bankës Evropiane për ndërtim dhe zhvillim Bergje për projektin e eficiencës së energjisë në ndërtesa publike. Përgatitemi për votim, votojmë tash. Konstatoj se me 81 vota për, asnjë kundër, asnjë abstenim, Kuvendi miratoi ligjin numër 10L012 për ratifikimin e marrëveshjes së kredisë ndërmjet Republikës Kosovës e përfaqësuar nga Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve dhe Bankës Evropiane për ndërtim dhe zhvillim për projektin e eficiencës së energjisë në ndërtesa publike. Faleminderit, vazhdojmë tani me marrëveshjen e radhës. Shqyrtimi i projekt ligjit numër 10L013 për ratifikimin e marrëveshjes së kredisë. Projekti rrugës me shpejtësi të lartë Prishtinë-Mitrovic, kredi shtesë ndërmjet Fondit Saudit për Zhvillim dhe Republikës Kosovës. Përgatitemi për votim, votojmë tash. Faleminderit, konstatoj se Kuvendi miratoi ligjin numër 10L013 për ratifikimin e marrëveshjes së kredisë, projekti rrugës me shpejtësi të lartë Prishtinë-Mitrovic ndërmjet Fondit Saudit për Zhvillim dhe Republikës së Kosovës, 80 vota për, asnjë kundër, asnjë abstenim. Vazhdojmë me shqyrtimin e projekt ligjit numër 10L014 për ratifikimin e marrëveshjes së kredisë ndërmjet Republikës Kosovës dhe Bankës Evropiane për ndërtim dhe zhvillim për projektin impianti për trajtimin e ujrave të zeza në Podujev. Përgatitemi për votim, votojmë tash.
Konstatoj se me 81 vota për, asnjë kundër, asnjë abstenim, Kuvendi miratoi ligjin numër 10L014 për ratifikimin e marrëveshjes së kredit ndërmjet Republikës Kosovës dhe Bankës Evropiane për ndërtim dhe zhvillim për projektin impjanti për trajtimin e ujrave të zeza në Podujev. Faleminderit shumë gjithë deputetëve për mbështetjen e këtyre marrëveshjeve. Tani më lejoni që ti referohem pikave të reja të renditës që ndërlidhen me marrëveshjet ndërkombëtare, por paraprakisht duhet që të shmangemi nga rregulloria, po jo sekretar, vetëm 1 minutë ju lutem. Të nderuar deputet, shqyrtimi i projektligjit për ratifikimin e marrëveshjes ndërkombëtare bëhet jo më herët se 1 javë nga dita e shpërndarjes së tij. Projektligji u shpërndar deputetëve më 27 mars 2026, andaj shqyrtimi i këtij projektligji duhet bëhet me shmangje nga afati procedural i paraparë me nenin 83, paragrafi 4 i rregullorës së punës së Kuvendit. Prandaj në këtë drejtim votojmë një herë për shmangje nga rregulloria për shkak të arsyeve që i përmenda dhe pastaj votojmë për projektligjin. Votojmë për shmangje. Regjia ju lutem. Atëherë kalon me 71 vota për, 10 kundër, asnjë abstenim, kalon shmangja, realisht shmangemi nga afati procedural i paraparë me nenin 83 paragrafi 4 i rregullorës së Kuvendit. Votojmë tani për projektligjin numër 10L015 për ratifikimin e marrëveshjes së kredit ndërmjet Republikës Kosovës e përfaqësuar nga Ministria e Financave dhe Asociacionit Ndërkombëtar për Zhvillim për projektin e zhvillimit të sektorit financiar të Kosovës. Përgatitemi për votim, votojmë tash. Nuk ka quorum për kalimin e këtij projektligji. Do të jenë 80 vota për. Pra nuk konsiderohet që marrëveshja nuk ka kaluar, por që nuk ka quorum për vendimarrje.